Më të mirë për krejtëve. Vazhdon atmosfera e festës së Vllaznisë, Vllaznia 107 vite. Kam dupranë me Fejt Hysen, një futbollist emblem i Vllaznisë. Vllaznisë ka luajtur shumë pak, ka ikur shumë i vogël nga Shkodra, por kryesisht i kombëtarës së Shqipërisë dhe në Itali. Ishte edhe Hysen. Nga si e veçantë se Loro Borishi ka prezent figurën tuaj. Ja bëu shumë vite që s'kam qenë në stadion. Më ishte sot pjesë Shikoj se ky tavolinë familjes Gzim Hysaj, babaju që ka merit kryesore. E kemi thënë vazhdimisht, merita kryesore. Se ai Hysaj është pikërisht burri atje po themi, Gzim Hysaj, si ka qenë kontributi kryesor i juaj. Pra edhe miqtë e familjes Hysaj. Ignacio për të Vllaznisë mbush sot 107 vite? Po, Ignacio dhe nëse që sot ta bajnë në shqitore të Vllaznisë, të mësojnë nukur, dhe të nga nga të nëporë për një. Pra, vetëm pak minuta duhet super sfida në stadionin Loro Borishi, ka pak ishte dyshim që ndoshta mund të mos zhvilloj, por po lutet. Do të duhet skuadra kanë nxjerrje. Si para. Ma shikon, ne që fort, ashtë edhe pasani që kanë shikohet do, që afru me Vllaznia, po besoj që Vllaznia ka kualitetin e statistinë të meritatë që kanë. Vllaznia 9 vjet kampion e Shqipërisë, si vjet kërkon më tepër se kurrë titullin e vjet. Mendoni se motari? Besoj që vetë në vërtetë ka një skuadër shumë fortë, pa lëndon në emra, pa kualitet, dhe ka që më tjenë viti Që shikon në rihat të Vllaznisë? Tegnatën, Elbasanin, Dinamo është një skuadër që ka pas vazhdimsi gjithmonë çdo vit me skuadra që diston dhe luajnë për kampionatin. Dhe Elbasani këtë vit po bën mirë dhe ndërtoi në gjitha strategjitë që mundohen, por sot mund ta largojnë Elbasanin nga sportive që Hysaj në vëzhgjë kontare e Shqipërisë të ajo se kemi bërë dhe kemi edhe panelin, kemi dhe rekordin e Rikëtarët që i meshes me të shumëta. Qëre ka të meshe me bukur ju e me uniformin të të? Besoj që do vinë se do vinë prapë, do kena me që tja bukur, kemi në shumë në marë, se kemi në me shumë më të rëzime të karierës e në përmëndarë. A këmë tjetë në formë? Po normal, në stadion në formë në vështë. Shumë afër është Shqipëria, shkuarën e botërorë? Po. Si janë shërbimet optimizmi juaj? Që është nishe leke, kështu që mundohen gjithçka, normal që është një vështirë, po besoj që kemi një Nga shkunde dua urim tuajin para kamës për Vllazninë, urimi juaj për ditinën e Vllaznisë. Uroj që Vllaznia të ketë një futur e sopër në kampionatin se ka shumë jetë në kampionatin. Respekt, ishim me Fejt Hysen, i karin simbolik të kontarët e Shqipërisë, në vaj këto treni, i ndeshjeve me uniformin të që të vite, suksesin e kontarën, dhe duke të pa premisë tjetë. Një Hysaj, një Fejt.